personalisht duke qenë se kanë dalë me emër mbi emër në fushat. Të gjithë ata që janë në listat e mbyllura normalisht janë strukur aty. Po. Dhe pastaj kjo do bëj që për mendimin tim të paktën po marr qarkun e Tiranës sepse aty ka dhe më shumë po themi mandate 37. Jo, janë 13 sepse 24 kanë mbaruar punë. Po, okay. Po flas për 13 janë në lojë, po themi në listën e hapur. Po. Dhe realisht po duket dhe po shikohet që kjo luftë do të jetë akoma më e edhshme në po themi në ditët në vazhdim apo sapo të fillojë fushata zyrtarisht, sepse tashmë këta të 12 besoj që pragu do jetë shumë i mendoj që do jetë mesazhi Rama ka më të qartë. Po, do ta them edhe aty. Berisha ka pas pak më të kamufluar, po. Të kaluarat një jo fushat jashtë zonës suaj thot Rama për Tiranën kryesisht ka mbështypjen, a? Nuk e di, po ka mbështypjen për Tiranën, ka qenë lajmi kolegës sonë të redaksisë, ata në listë mbyllur të mos orientojnë votën tek kjo që ka thënë Rama, vlen edhe për pjesën e Partisë Demokratike. Edhe për PD-n, po. Pse e ndodh kjo? Sepse në zgjedhjet e vitit 2021 votohej nominalisht, edhe pse ishte vetëm me numër, edhe për ata të listës e cila ishte listë e sigurt, po themi, të pjesës që sot e quajmë listë mbyllur. Pra kishin vota nominative dhe ata. Ndërsa sot nuk ndodhi gjë e tillë dhe këta që janë në listë mbyllur, ekziston rreziku që ta orientojnë votën për disa një apo 2 apo 3 që janë në listën e hapur. Dhe kjo çfarë rreziku ka këtu? Si? Ku është problemi këtu? Kjo bën që ai garën e paparabartë. Numri jo, ka një gjë. Ma shpjego pak se i merr vesh se unë kujtova se është le të themi preferencial Rama në këtë. Nëse do ishin dhe këta, po themi nominativ, pra që do votohej edhe për ta, besoj që do të coptohej pra nga numri përgjithshëm i votave. Ma merr si shembull, për shembull, Ogerda. Pra ishte më i ulët. Ma merr pak shembull në Tiranë. Ogerda Manastaliu Tallzëm mund të orientojë votën ta marrë një grua të zonja Persida Shkrep, rast kështu për. Çka ku është problemi këtu? Ta senatorët që presupozohen që janë në listën e mbyllur, nëse do kishin votë, po themi nominale, normalisht do merrnin shumë vota. Dhe do të coptonin votën edhe për sa i përket atyre që ngeleshin tek lista e hapur. Fakti që këta nuk votohen, pra, po themi me emër, nominalisht, këta mund të orientojnë votën për të tjerë dhe pragu mund të jetë shumë i lartë. Pra, që të hyjë dikush, po themi, po e marr në qarkun e Tiranës, paktën në ato që janë bërë disa, po themi, studime, do duhet minimumi 12.000 sipër. Pra shumë i lartë. Nëse do kishin dhe ato vota nominale, po themi, mund të ulej goxha. Pra, sepse ata do kishin dhe ata një fetë shumë të rëndësishme të votës nominale të dy. Po thua, sa më shumë të shpërndahet vota në të 37 kandidatët, aq më mirë është për një parti? Absolutisht, edhe kjo do të më të ullet. Se sa për shembull 4-5 senatorë të marrin pjesën e Luanit. Këta tashmë nuk marrin vota personale. Këta mund të orientojnë votën dhe ka filluar fatkeqësisht. Kjo e penalizon partinë apo kandidatin? Kandidatët. Kandidat. Parti nuk e absolutisht. Nuk e prek sepse thesi madh vazhdon të për partinë është gjë e mirë që sa më shumë njerëz të shkojnë dhe të kërkojnë vota personale tek pjesa e listës hapur, aq më mirë. Tani po thua ky është një fenomen që i kanë vënë re të dy edhe Rama dhe Berisha? Absolutisht, në mënyrë absolute. Madje besoj që edhe në mbledhjen e sotme zoti Berisha mund ta ketë ngritur një gjë. E ka thënë se ka filluar.